drejtësia për sulmin terrorist në Banjsk nuk përfundon këtu. Ajo përmbyllet kur kryeterroristi Milan Radojčić transferohet në Republikën e Kosovës së bashku me terroristë të tjerë. Më lejoni që derisa komisioni të jetë gati që të përshëndes vendimin e gjykatës themelore për dënim me burgim të përjetshëm për sulmin terrorist në Banjsk. Përgëzoj institucionet e Republikës së Kosovës që terroristët i dënuan me dënim me burgim të përjetshëm. Megjithatë, drejtësia për sulmin terrorist në Banjsk nuk përfundon këtu. Ajo përmbyllet kur kryeterroristi Milan Radojčić transferohet në Republikën e Kosovës së bashku me terroristë të tjerë. Ju falenderit. Lavdi herojt të Kosovës Reshterit Afrim Bunjaku. Sot foli, ky vendim është edhe për mbrojtjen e rendit kushtetues për cilën luftoi heroi jon Afrim Bunjaku pret në paqe.